تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد. Një prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithë përfshirëse dhe të vlefshme, është ajo që ka transmetuar Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, i cili thotë se ka dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Inna quluba bani Adama kullaha bayna isba'aini min asabi'ir Rahman ka qalbin wahidin. Do të thënë, të gjitha zemrat e bijve të Ademit janë mes dy gishtave të gjithëmëshirshmit, si një zemër e vetme. Do të thënë, të gjitha zemrat janë si një zemër mes dy gishtave të Allahut subhanahu wa ta'ala, yusarrifuhu haythu yasha. Dhe Allahu i kthen si të doj ai. Do të thënë, i drejton nga cili drejtim do ai. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. O Allah, o rrotulluesi zemrave ose o drejtuesi zemrave, na i drejto zemrat tona në bindje ndaj teje. Pra kjo është një prej duave madhështore të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. O Allah, o drejtuesi zemrave, na i drejto zemrat tona në bindje ndaj teje. Dhe gjithashtu në transmetim tjetër, tjetër hadith nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, përmendet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë herë e ka përsëritur këtë lutje: Ja muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. O rrotulluesi zemrave, na i përforco zemrat në fenë tënde. Edhe kanë thonë sahabët: O i dërguari i Allahut, ne besojmë të besojmë ty dhe i besojmë asaj që e ke sjell ti. A ekziston frikë për ne? Atëherë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Po, sepse zemrat janë mes dy gishtave të Allahut dhe ai i rrotullon si çdo ai subhanahu wa ta'ala. Prandaj njeriu duhet vazhdimisht ta lutë Allahun me këtë lutje, dhe kjo lutje është përforcim i kuptimit të rububijes, që njeriu ta di se zemra e njerëzve është në dorën e Allahut dhe është mes gishtave të Allahut. Dhe Allahu vepron çka do ai, si ka thënë Imam Ibn al-Qayyim, do thotë Allahu vepron ai atë që do. Dhe ai i sundon të gjitha, prandaj ne kërkojmë vetëm prej tij që të na i përforcojë zemrën. Edhe duhet ta di se nëse do Allahu që ta devijojë zemrën tënde, e devijon. Nëse do Allahu që ta udhëzojë, e udhëzon. Nëse do Allahu që ta drejtojë zemrën tënde në drejtim të mëkateve, e drejton në atë drejtim. Nëse do që ta drejtojë në bindje dhe në ibadete, e drejton në drejtim të bindjes dhe ibadeteve. Për këtë shkak njeriu duhet ta kuptojë rububien e plot të Allahut, se Allahu është Zoti absolut dhe çdo gjë është në dorën e tij. Dhe vetëm prej tij kërkon udhëzim dhe kërkon përforcim në udhëzim. Se Allahu ka thënë: Belillahu yamunnu aleikum an hadakum lil iman. Do të thënë, Allahu ju a përmend këtë mirë, do të thënë është e mira nga Allahu që ju ka bërë favor, që ju ka udhëzuar në iman. Mos mendoj dikush se e ka merituar ose e ka arritur me zotësinë e tij, ose mos mendoj se dikush ka merit para Allahut subhanahu wa ta'ala. Do thotë, nëse është udhëzuar, atëherë është sepse Allahu ka dashur dhe se Allahu ja ka fal këtë udhëzim. Për këtë shkak banorët e xhenetit, do të thënë ata njerëz që kanë jetuar saktësisht në dunja dhe hynë në xhenet, edhe kur të hynë në xhenet, do të thënë bëhet kuptimi i plot i çdo gjëje, atëherë thonë: Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Do të thënë lavdi Allahut që na udhëzoi në këtë rrugë, sepse ne nuk do të kishim mundur të udhëzohemi nëse nuk na kishte udhëzuar Allahu subhanahu wa ta'ala.
Gjithashtu ka thënë Allahu, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Thot Allahu i përforcon me fjalën e fuqishme, me fjalën la ilaha illallah, ata që besojnë në jetën e dunjas dhe në ahiret. Pra, përforcimi në rrugën e drejtë dhe udhëzimi në rrugën e drejtë dhe drejtimi drejt veprave të mira dhe ibadeteve është vetëm dhunti nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj ka thënë Allahu, walladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Do të thënë ata që udhëzohen, Allahu u ashton udhëzimin dhe u jep takwa. Thot Imam Ibn al-Qayyim, nëse robi e di se Allahu është rrotulluesi i zemrave dhe se ai është që sundon mes zemrës dhe robit të tij. Do të thotë Allahu është ai që sundon mes zemrës dhe njeriut. Dhe se ai është secilën ditë në atë që do ai subhanahu wa taala. Bën çka të doj, gjykon atë që do ai, e udhëzon këtë doj, e devion këtë doj, e ngre këtë doj, e ul këtë doj. Dhe atëherë nëse e di robi këtë, do të thonë, nuk mund të jeti sigurt edhe i qetë se ndoshta nuk ja devion atij Allahu zemrën dhe se nuk e pengon, do të thënë që të arrijë. Pra njeriu mos mendoj se ai e sundon zemrën e vet. Se ndonjëherë i bën Allahu pengesë dhe njeriu nuk mund të arrijë deri te zemra e vet që ta binde ose ta drejtojë aty ku do të kishte dashur. Prandaj besimtari lutet me këtë lutje që e ka përmendur Allahu, i ka lëvduar besimtarët e mirë që thonë Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. O Zoti ynë, mos na i devio zemrat pasi na ke udhëzuar. Dhe për këtë shkak, do të thënë lutet me këtë lutje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, ose ya Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Dhe një prej dobive të kësaj lutje është se njeriu e kupton rëndësinë e zemrës dhe rrezikun e zemrës. Se kjo është çështja më e rëndësishme, edhe pjesa më e rëndësishme të cilës duhet ti kushtosh rëndësi dhe kujdes. Më shumë se çdo gjë tjetër, sepse prej zemrës varet çdo gjë tjetër. Prandaj edukimi i zemrës, përmirësimi, pastrimi, rregullimi i zemrës me moral të lartë, me besim të fuqishëm, me bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala, kjo është më e rëndësishmja edhe më shumë se çdo gjë tjetër që mendon njeriu ta përmirësoj. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në trup është një copë mishi që nëse përmirësohet i gjithë trupi dhe nëse prishet i gjithë trupi dhe kjo copë mishi është zemra. Pra ka thënë Imam Ibn al-Qayyim, më e vlefshmja që është tek njeriu është zemra. Se zemra është që me të njeriu e njeh Allahun, edhe me të vrapon ka Allahu, me të e do Allahun. Zemra është vendi i imanit dhe njohjes. Dhe zemrës janë dërguar pejgamberët. Edhe është veçuar zemra, do të thënë, me dhuratat më të vlefshme, do të thënë me iman dhe mençuri, kurse gjymtyrët e trupit janë pasues. Edhe zemra i përdor këto pasues ose të nënshtruar, i përdor si mbreti që i përdor robrit e tij ose popullin e tij. Dhe ajo që, do të thënë, që ndodh prej gjymtyrëve, bindje, ibadete, e kështu me radhë, do të thënë, janë me urdhrat e zemrës. Nëse zemra është e drejtuar ka Allahu subhanahu wa taala, atëherë gjymtyrët drejtohen në nënshtrim dhe përulësi ndaj Allahut. Dhe nëse zemra errësohet, atëherë errësohen gjymtyrët. Nëse ajo ndriçohen të gjitha gjymtyrët dhe, do të thënë, këtë aspekt duhet ta kuptoj njeriu. Dhe aspektin tjetër ta kuptoj që kjo zemër është mes dy gishtave të Allahut. Edhe Allahu e rrotullon si të doj. Prandaj, do të thënë, është kjo lutje. Tjetër dobi prej kësaj lutje është se
njeriu e kupton varfërinë e tij dhe nevojën e domosdoshme për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe se zemra e tij ka nevojë që të vijë kjo dhunti dhe kjo mirësi nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këtë, do të thënë, njerëz të mirë janë lutur me këtë lutje Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, Zoti ynë, mos na i devjo zemrat pasi na ke udhëzuar. Dhe udhëzimi është vetëm pastër dhurat nga Allahu dhe dhunti nga Allahu. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala: "Walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum." Do të thënë, Allahu ju ka bërë të dashur imanin dhe ka zbukuruar atë në zemrat tuaja. "Wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan." Dhe Allahu ju ka bërë të urryer kufrin, mëkatet dhe kundërshtimin e urdhrave të Allahut, u ka bërë të urryera. Ulaike humur rashidun, do të thënë këta njerëz që i kanë këto, që i kanë imanin të dashur dhe kufrin të urryer, ata janë të udhëzuarit dhe të mençurit. Fadlan min Allah, do të thënë dhunti nga Allahu. Fadlan min Allahi wa ni'ma, do të thënë dhunti dhe dhurat nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun hakim. Dhe Allahu është i gjithdijshmi i urti. Edhe për këtë ndihmë dhe për këtë sukses nga Allahu kanë nevojë të gjitha krijesat, edhe pejgamberët e Allahut. Edhe për Jusufin alayhis salam ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, pasi ai është lutur, edhe ka pas sinqeritet dhe ka pasur tauhid, edhe mbështetje vetëm në Allahun, Allahu ka thënë: "Kedhalika linasrifa anhu as-su'a wal-fahsha, innahu min ibadina al-mukhlasin." Do thotë, ne kështu ja larguam atij të keqen dhe turpin, sepse ai ishte prej robërve tanë të sinqertë ose të përkushtuar me ikhlas. Prandaj ti kushtojmë rëndësi edhe kësaj lutje, edhe lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që zemrat tona t'i drejtojë në atë që e do Allahu dhe që është i kënaqur me të prej nesh. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.